është ora të shti, gjashtë e diçka që ose shafë mirë, 6:11. Pra është ora 6:11 e mjesit. Edhe unë si gjithmonë, si ju dnate për ata që din, jam ka punoj me këto krijimin e ca kodeve për të kriju një website. Me të mendjen time, unë po bëj një gjatë madhe që se ka bos kusht në botë, me të mendjen time. Por, po përdor po të tuba, po të qmenta, po të gur, po të materiale që ekzistojnë, si që është ndërtu çdo gjë sot në këtë botë, me brek, me kështu tulla me laç. Të njëjtën gjë po bëj. Veç se ajo që po krijoj duhet të ketë funksione që si kanë ato të tjerë të përpara që kanë bërë gjithmonë. Po pse? Po flas dy fjalë tash që jam i lodhur dhe po shkoj të flej gjumë. Ajo për të cilën unë po flas tash është se dalim i qik natyrë se s'kam dalë ndonjëherë natyrë që kur jam myll këtu, edhe shkuj edhe flas me ju qetë. Se do t'jetë bukur atje jashtë tash. Ajo poshtë, ajo komshia ime ka qef lule dhe ka nxjerr lule tash. Po vjen pranvera, ai ka pru para se të vjerë. Bravo i qoftë. Unë për të rregullu fjalët në anglisht edhe i herë sa u shkëput atje, për të ndihmu veten me anglishtën, edhe me këto gjëra teknologjike, me funksionet e website-it, përdor gjithmonë internetin, kryesisht chatin, edhe gjoja për rregulloj anglishtën, edhe mësova diçka me gabimet që bën chati, me natyrën se si flet chati. Unë mësova diçka që mënyra e të folmit është problemi më i madh që ka njerëzimi. Duhet me hymrena se fillon makinat dhe që u bë ditë, ma mirë po shkojmë prapë me hymrena, se këtu po ka shumë zhurmë. Pra, se s'mund të rion pa fol me ju, të paktën një herë në ditë. Edhe tash që po shkon nga dalë ora 7 e mëngjesit, edhe unë do të lej punën tash edhe do shkoj të flej, po flas për këtë që konstatova edhe një herë. Në këtë website është mungesa e komunikimit, është ajo që ne kujtojmë që flasim mirë, që flasim bukur, edhe ne nuk e dim kush flet mirë e kush flet bukur. Për shembull, tash unë e kuptoj, po të shkosh në një crowd, një kështu grumull njerëzish, në një dasëm, në një fest, në një martë, në kooperativë kur punonin njerëzit grup, ka njerëz që flasin me shtresa, nivelet ndryshme, edhe ne kujtojmë që ata që kanë shku në për shkollat larta, për shembull, kanë lexuar libra, edhe përdorin një fjalor më të gjatë, një numër më të madh fjalësh kur flasin, ose fjalë që janë gjoja fjalët e shtresës e dokume, se përdor, po të shkosh për shembull në fshat, të gjesh ato gratë e dikushmi që kërkonin ato vezët e pulëve, në përfera që i kishin po pulët janë frik, po të gjesh ata kur flasin, ata ka një larmit pa krahasueshme fjalësh,
por janë fjalë dialektore, janë fjalë që shpesh herë, frazeologjizme që shpesh herë nuk futen nëpër libra, edhe nuk na bjen sy duke të rëndom, aty është pasuria vërtet e gjuhës bio. Por unë kam fjalën, vinë pastaj ato të edukumit, mani men ato që vinin nga partia edhe bonin mbledhje, se këta majmen nga Shqipëria, se kam hikë që kur, pare se të prishet komunizmi. Edhe ata duket se flasin me fjalë të bukura, se ata kanë fjalët e librave, fjalët e shkollave, edhe përfituar edhe vetën tatët në qose ke bredh në përbot, ke studiu pak më shumë, edhe shkon në një fshat. Atje dëgjohet më shumë një person që s'di fjalorin tatë, që nuk e ka të di pazonin tatë, por gjohet më shumë, gjohet më vëmendje dhe më marrë respekt. 5 minuta të japin ty. Unë e kam mësu këta. Këta unë mësova bohesh një fest për festimin e përvjetorit Kosovës në Richmond, para shumë viteve. Edhe kishin ftu atje këta shqiptarët e tonë që organizonin nga Kosova, kishin ftu edhe si e pati ky Wagner, si e pati ky jeton këtu, është një plak i vjetër, njëri i mirë, ai që denonsohet Traçakut, më duket, ata i kam harruar tash. Edhe ambasadorin që pati qenë në Shqipëri, mikun tim personal edhe shumë shqiptarëve, Raersan, edhe isha edhe unë. Edhe kishin ftu edhe ca njerëz personalitet, edhe nga komuniteti jonë, po edhe kështu amerikan. Edhe unë pash aty me vëmendje, për shikoje më kujdes, që kur vjen njëri madh, kur vjen njëri që ka një punë, një prestigj, më të lartë se ti, njerëzit e rrethojnë fillim me respekt, i përullin autoritetet ti me dignitet, por vetëm për 10-15 minuta, dhe kur pastaj shkrihet e bëhet një me grumullin e i person që ka ardhur, këto kthehen, edhe fillon pastaj flas secili me vetë dhe kënaqet më shumë. Me një person si vetja vetë që punon atje, në Llaç, me tullat, me gurin, që vet tubin, këtu heq dritaren atje. Jo vetëm që kënaqet më shumë, po dhe e vlerëson më shumë. Edhe ti thu me vete, se kam thonë edhe unë me vete, si pon vaki, turma, vlerëson më shumë. Nuk them atë që është pak më në nivel më të ulët sa i tjetëri. Jo në momentin sa po takohen, po mos i shkrihen. Edhe nallë shpesh herë pasaj që të shef, që gjoj njëri menshëm që jep men gjithë katunit gjoja, po që ka tonë autoritetin dikush tjetër. Thjesht se ka studiua ku të dion, apo ka pas një post. Kur shkrihet të tjenë mas, gjohet një tjetër, më shumë që ndoshtë nuk e ka. Atë autoritet, atë prestigj, atë pozit që ka i tjetëri. Edhe t'i thu diçka është gabim, nuk është gabim. Këta unë e konstatova të ashti, ose sonde edhe jërë, më përforcua edhe njëherë, që e folmi e bukur, e folmi me fjalë të mëdhaja, gënjen dhe mashtran edhe është falsa, edhe është gabim. është komplet gabim. Edhe shpirti i njeriut, koshjenca e njeriut, edhe në qose mendje logjika nuk e njeh, koshjenca ndjen që është gabim, edhe është për qartlik. Edhe vlerësohet më shumë, me të drejtë, pa kuptu ai që flet shqeta. Si ja shpjegon juve këta, se fola i gjatë. Unë, si që dini ju, po bëjt një website.
Edhe këtë website unë kam po kryesisht për të agjendat e kompanisë sime, po da vejnë punë që do të përdorin gjithë agjendat e kompanive tjera. Edhe është kryesisht agjentun i quaj këto real estate, këta që shesin shtëpia. Po ka kur flasin në Shqipëri dhe kudo në përbot, është ndryshe real estate. Për shembull, ato janë sekser, mund bëjnë punë shumë të mirë se agentët e mi, por nuk janë agent mirëfill që duhet të shkojnë në shkollë, të njohin ligjet, të kalojnë provimet, e çdo 2 vjet bëjnë ato si pas universitare, bëjnë ato për continuing education, pra vazhdimësia e edukimit, se ndrojnë ligjet, çdo ndron edhe unë po bëj këto për agjentët e mi. Natyrisht do të përdorin gjithë agjentët e tjerë, do të më morin më këta. Jam i sigurt se s'kam fondet kur ta nxjerrësh ti duhet të kesh pare aq shumë sa që ta përhapësh në kënd Amerikës me shpenzimet e tuja në fillim dhe pastaj të fillosh të marrësh pare, masi ta kesh mulu Amerikën. Se ti po e hapi për shembull në Monës, apo në Washington, apo në West Virginia ku jam unë, edhe ti s'ke pare ta, se duhen mire dollar të shpërndash në gjithë Amerikën me njerë, dikush që e shikon që ka pare, e kopjon ato mrena notës dhe pastaj e pushton gjithë Amerikën dhe ti del falc, se s'ka rëndësi. Po një nga këto funksionet që ka kë platforma që bëbëjon, është që një blerës do të shofi një shtëpi kudo qoftë, edhe një agent do të shërbej blerësve që shkojnë në internet të pa shtëpia. Për shembull shkon ai edhe shef një frim, si e ka ky frimi që më pëlqen shumë, është një frim nga Shqipëria. Më pëlqen edhe videot e tij shumë popullore dhe flasin drejt për drejt me popullin. Se din të flasin drejt për drejt si çdo populli. Më pëlqen shumë ai. Edhe unë du që agenti t'jetë në gjendje nëpërmjet kësaj platforme, kur njerëzit kërkojnë për shtëpi në Facebook, për shembull, klikon atë reklamën për shtëpi, apo shkon në Google, apo shkon në Zillow, kemi këtu ca kompani që quhen kështu website, apo kompani që quhet Redfin, Realtor.com, janë të ndryshme, ku njerëzit kërkojnë për shtëpi private, për apartamente, ose kemi kështu për komerciale, si që janë këto, ose gjona industriale, si që kemi LoopNet, CoStar, janë të ndryshme. Po njerëzit kërkojnë në format ndryshme, njerëzit që duan blejnë në për website të ndryshme, dhe unë përbëj këtë një lloj magneti që kur çdo që klikon të vjerë këtu kjo faqe ime i mbledh që na përbot, po mund të bëj pak a shumë, edhe në qoftë se një agent i imi apo çfarë do agenti tjetër, për shembull, do të shesh gas station, është i përqendruar dhe ai e bën aty, futet aty te faqja ime, botën i faqes, edhe klikon që unë jam interesuar për gas station. Edhe unë po e bëj këtë, po mënohem të bëj këtë website-in, që kur çdo në përbot, në këtë planet, që klikon në çdo lloj vendi, Yahoo, apo Google, apo Zillow, apo ku do të klikon fjalën gas station, sistemi ta thith, ta filtroj, edhe të ja sjelli numrin këtyre, të ja sjelli këtij personi nga kompania ime që është antar i kësaj faqe, të ja sjelli këtë person aty që Besnik Gjoka nga Monza ka klikuar sot në WhatsApp, e shkrujti sot fjalën gas station. Edhe sistemi tash i sjell këtij, po i sjell miliona. Edhe bëhet si vlen mo besnikut këtë gjë, po tjetën të rejem se nuk ka kohë të shikoj. Atëherë unë sistemin e bëj të filtroj, që gjitha kanë kërku, po kjo ka kërku për të blej, po për të blej mund t'jenë prap miliona.
Edhe sistemi pastaj e kategorizon dhe e filtron. Po ky ka kërku me ble në Itali, edhe besniku që ka në Rom. Edhe e filtron pastaj e bjen vetëm në Rom sistemi. Edhe je bjek të gjithë ata që kërku në Rom, ose kjo e zmadhose që kanë pak në Rom, e që dërën Milano, dërën Sicili nuk është largë, fela vje. Pastaj, po që kanë shumë, edhe e filtron që në bazë të çmimit që i po kërkon me ble, fela vje janë. E gjitha kjo du me nëzirë ajo që ditë me fol, edhe unë kisha aty sistemin që po zgjidhi sa qytete, për shembull. E zem që dikush ishte në Angli, edhe po shet hotele, ose kërkan të blej një hotel, ose shtëpi vogla, se du në bëjnë të, si që në të kullot e barin, shtëpi vogla larg në periferi. Edhe unë po i tregoja me ato kode kompjuterit, po boja kodin, që të seleksionoj të gjitha, për shembull të jetë vetëm me 4 dhoma, shtëpia, po të ketë një hapësirë basementi, bodrumi poshtë, të paktën prej kaq metrave, po e limitoja, edhe me las këta për kuvizimet këta që thonë, edhe, por që ky person që kërkon, të mos ketë limit, me lath mos paguaj për shembull $50 në muaj për këtë sistem, edhe sistemi të jap këtij vetëm 10 tipa shpish apo 20 paret siç bëjnë shumë nga sistemet në botë. Unë nuk e di atje se Shqipëria është e vogël, por shumica juve jeni në përballë, edhe i dini këto që Leeds quhen. Leeds do thotë që ne kërkojmë për shembull, e zem që unë jam realtor që shes shtëpia dhe kërkoj klient. Klient do thot njerëz që du me ble shtëpia, unë kërkoj t'i gjej. Sot për sot të gjenë për shembull ai përpara shkon në Amerikë, nuk ble kush kash. Edhe po të kenë kash, zakonisht blen me parë të bankës. Përpara sa të din ka agenti, ka sekseri që shet shtëpia, atë shkojnë të bankët kualifikohen të marrin një kredi. Edhe banku jep kredin, i preaprovon. Pra i ka provon, i jep kredin, nuk i ka dhënë kredin, po i ka aprovu në pas të ardhurve. Tash unë këta kërkoj fillavje të gjej. Po të gjej këtë person, po s'kam si gjej. Atëhera i bankës, lidhe me një bankës, edhe i personi që jep kredin bank, më tregon më fillavje. Hej Samika, Semika, Driu, edhe Shpresa, edhe Shega dhe Sheqerja, kanë apliku për kredi me ble shtëpi. Ja ku i ke numër të telefonëve të tyra. Boj telefonë dhe pyeti nëse do të punojnë me ty. Këta janë Leeds. Po Leeds, se e shpjegova gjatë se si e di fjalën në Shqip, se si mund të qenë. Këta janë ata që janë Leeds. Pra shet Leeds. Leeds shiten këto. I shesin komponit ndryshme. Mirë po Leeds, kur shesin, t'i japin ty vetëm për një zonë të vogël, do të pagush ekstra. Për shembull, unë jetoj në Durrës, edhe ai që jep kredi është në Tiranë. Po në Tiranë të jep banka, e sem është një bankë, edhe e quajmë Banka Dajti, Mali Dajtit në Tiranë. A jep kredi për gjithë shtëpi, duke filluar nga Saranda e deri në Shkodër, ka Shqipëria jonë e vogël. Nuk po shkoj në territoret e Shqipërisë madhe, nuk po shkoj në Podujev, nuk po shkoj në Janin, nuk po shkoj në Strug, nuk po shkoj në, si quhet kryeqyteti jonë, shisa, kryeqyteti i Maqedonisë, në Shkup, në Skopje. Nuk po shkoj atje, thjesht, kjo Banka Dajti në Tiranë jep kredi nga Saranda e deri në Shkodër. Edhe unë paguaj bankës Dajtit $1.000 në muaj të fillavje. Për Leeds, më dhon ato informacionin kush ka kërku me ble shtëpi dhe kush është aprovu, që t'i kontaktoj para se t'i marrë afrimi. Afrimi quajnë ata, që më pëlqen mua që thot gjithë këto ka këte edhe i ka lezet afrimit.
Edhe e paku $1.000 dhe banka të ashtë me $1.000 m'jep mu ato leads, m'jep ato blerësit, po m'jep vetëm për Tiranë, ose m'jep vetëm ato në Vorë, ose m'jep vetëm ato në kombinat. Kjo quhet e limitume. Pra dun para shtes me don kudo. Unë po e bëj këtë website-in tim që t'jeti pak kufizuar vetëm ti. Pra ti m'jep për shembull $50 në muajt apo $100 në vit apo ku do të fjalave. Edhe unë nuk të shtrydh ty ata, i bon ti të seleksionimet, parametrat, se si e seleksionon, se që ka shumë apo i s'ma dhanë atë. Edhe aty ishte për shembull sa qytete. Në Londër do t'i të shërbesh, që të marrësh këtë, që bëbojnë diçka tillë. Edhe unë kisha bë fjalin që atit që vjen dhe aplikon aty, e kisha po fjalin që të thoshte kështu aty sipër që zgjidh sa qytete dush ti. S'ke limit. Pra zgjidh sa qytete dush ti, s'ke limit. Edhe unë përdor chatin, por në anglisht është i mirë, më mirë se sa këto aplikacionet e tjera që kam pa unë, kur përkthem nga shqipjes, unë po të di diçka që nuk e shpreh mirë në anglisht, e shkuj në shqip edhe tash një mo chat, i them chat, ma jep kësa në anglisht. Edhe tash nga herë, edhe kur e kam termin të mirë në anglisht, mendojnë që është mirë, i them si tingëllon për ty. Chat është anglisht e perfekte kjo, dhe ai është program, ata s'kan logjik, ata kanë program, natyrisht. Ndoshta mas sa vitesh do të kenë logjik. Është thjesht program. Edhe i jap edhe fjalën në anglisht që ndoshta mund ta reduktoj në një anglishte më praktike, më pragmatike, më të pastër, më të thjeshtë. Edhe unë kisha pra fjalin që ti i them blerësit që bëhet aty, zgjidh sa qytete dush ti ose sa shtete dush ti. Me lavë nuk ke limit si në faqet e tjera që pagu $1.000 dhe merr vetëm në Romë, s'mund marrësh në Palermo, nuk mund marrësh në Bologna, nuk mund marrësh në kudo që t'jenë ata Verona, si quhen ata. Ti vetëm këtë qytet ke, unë nuk i bëj kufizime. Edhe fjalia ishte zgjidh sa qytete të kesh ti dëshirë. Choose as many cities as you want. Pra zgjidh sa qytete ke dëshirë. Çati tashimet, idiotësinë vet, flasin me fjalë të bukura, po që s'thon asgjë. Këta du të nxjerrën që ato që flasin me fjalë të mëdha, me fjalë librash, e në kujtojmë se ndoshta të thonë hyqë, do të thonë budolliqe. Çati më bën seleksiona unlimited qytete, seleksiona qytete pa limit. No, seleksiona qytete pa limit. Në Shqip nuk të glon, po unlimited cities. Edhe kjo është krejt pa logjik. Për njeriu që ndoshta flet si punojime një Shqipe jotë të mirë, jotë të pastër. Por amo e kupton kur e flasin tjerët. E ndjen me çdo pore, me çdo shkronjë. E ndjen gjuhën një rokje, një intonacion, e jo më një fjalë gabim e shkatron. Për arsye se nuk mund të thush zgjidh unlimited cities. Në radhë të parë, i jep ati që për bëhet anëtar një mesazh nga herë të gabum, që Bavakia i don vetëm i qytet, por kur të thua ty duhet zgjedhësh, është si komand këtu me këtë box zgjedh unlimited cities, një personi thjesht që punojme mund ta mislit, themi ne, t'i jap një mesazh të gabum që u dashka më shumë se sa një qytet, se dhe thu zgjidh unlimited qytetet
pa cëngume diçka e tillë unlimited. Mirë, po nuk ka gjë unlimited. Ti mund të jesh unlimited kur zgjell. Kur zgjell ti mund të kesh nuk ke kufi, pa kufi. Mirë, po kur i fut në box, kur i fut aty në kuti, ata janë gjithmonë të kufizum. Nuk mund të ekzistoj fjala me logjik. Shikojeni me kujdes. Të pa kufizum, s'mund thush ti mrena kufive të saj kutie, nuk mund thush gjithë pa kufizume. Se nuk ka logjik, shkatrode, shiva i që flet me fjalë bukura, ne mendojmë sa bukur foli. Pa i s'ka fëlfare, ka thonë budulliqe, ka kundërshtu vetë vetën. Pra, po të flasësh thjesht, shqiptarshe, popullarshe, fshatarçe, zgjidh sa qytetet kesh qef ti. Aha, këtu dha pa kufizimi për mrekulli, zgjidh sa qytetet kesh qef ti, ju kam qef një qytet, është fare pastër kjo, për naj populli kupton më mirë ato që flasin më thjesht dhe ka më qef flas, më ato që flasin më thjesht sa më budollejt e librave. Shpesh herë këto, gjoja kokët të mdhaje, mendimtare të mdhej që flasin me fjalë të mdhoja, janë idiotët më të mdhej që ekzistojnë po jo të gjithë gjusit janë Sami Gjoka, që kanë probleme me fjalën. Pra, po të thushtis këtu zgjidh unlimited cities, nuk ka kuptim se s'ka qytet që është unlimited. Ose kutia që është pa fund. Nuk zgjidh qytete pa fund. Nuk mund thush se s'ka qytete pa fund, edhe dyta kutia ka fund. Pra nuk mund zgjidhesh në kuti qytete pa fund, sepse ka fund. Ka fund kutia, nuk le. Edhe nuk mund zgjidhesh qytete pa fund në anën tjetër se s'ka qytet që është pa fund. Pra, këto fjalë që duken kaq të bukura janë më ignorantë dhe më idiotët. Kurse ai personi i thjesht, fshatari i thjesht, e thot zgjidh sa qytetet dush ti mor vlla. Aha! Sa dush ti, ka kuptim. Pra sa më thjesht, sa më pak komplikime, aq edhe më bukur, aq edhe më qartë, aq më pastër është folbja. Ndaj, merret një profesor, jo vetëm profesorët e shkencave, po dhe profesorët e gjuhës shqipe fjalave, edhe çojnë manës ti mes fshatarëve të Manzës. Ditën e parë, kur vjen me kollare, kur vjen me makinë, varet se si është se profesorët ndoshta nuk janë, po duhet të jenë tash mirë, se s'është më koha sa u përmysëm, duhet të jenë mirë ekonomikisht, sa të duan pare që t'japin provimin, në kështu që të kenë boca pare. Pra e merr edhe profesorin e gjuhës shqipe ta marrësh, edhe ta çosh mes fshatarëve atje që punojnë aren, vetëm 10 minuta do respektohet ai, se pastaj mas 10 minutave, po të bësh antar të ati komuniteti, a i do flasë palavra, idiotësira, e do të veçojnë edhe njerëzit dhe thonë, turma është idiote, e veçojet, a i është ka kaq diplomat i fusë në bëthët ato diplomat që ka se s'dim të flasin, se flasin me fjalë të mëdhoje që të bëjnë ty të habitësh për 10 minuta, po kur të kaloj pastaj, mas 10 minutave, 1 orë, 2 orë, ata s'dim të flasin, ata janë psikopatët e fjalëve të mëdhoje, fjalëve të bukura, që në shumë të në rasteve, po të analizosh si Sami Gjoka, janë krejt pa kuptim. Është pra thjeshtësia, qartësia, fjalët më të zakonshme që të bëjnë ty njëri të madh. Njëri të madh që mund të komunikosh me çdo lloj njeriu, edhe në ushtri, edhe në zbar, edhe në luftë, edhe në punë minjer, kudo që t'jesh. Kurse këto psikopatët pastaj meten të voçum kur i çon jetë. Edhe me qenë se fola gjatë për këtë, unë po ju tërgoj diçka, para se shkoj të flej. Tash është gjë më thjesht që e kuptoni ju më mirë. Shpesh herë ne kujtojmë që flasim
me shpirt e me zemër, me takt, por sa gabime bëjmë. Për shembull, e zëm që të ka thonë ty një shok, hajde në fillon të lagje në Milano, se është një restorant i mirë shumë shqiptar. Dakor? Tashti, edhe të ka thonë, hajde fillon orë atje. Edhe nisesh ti. Nisesh ti të shkosh. Edhe ai po të pret ty atje, të restoranti. Edhe ti u vonove. Edhe ai ta ka çu ty adresën pa gabim. Për shembull, ne kemi zip code. Zip code do thotë që ka një numër atje. Po, ai të ka çu një rrugë gabim. Mund ta ketë çu një rrugë gabim, po që ti e mëson. Por ti e vonum. Ai po të pret ty atje me 2-3 shokët vet. Në orën 12. Ora ka shku 12:30. Ti i bën telefon. Edhe ti i thu, jam vonë, se më nolli diçka, po ma kishe çu adresën gabim më burri dheut. Gjojeni me kujdes. Se sa rëndësi ka ai takti që na kujtojnë që po flasim me takt, po flasim me mirësjellje. Ne vetëm po shkatrojmë veten se s'dim të flasim. Pse? Ai person që ty të ka çu adresën dhe të ka respektu edhe të pret atje me ca shok të vet, ti atë e ke shkatru që s'ke shku në kohë. Edhe ai me vetë më thot, pse merrem mu me këtë maskara, me këtë pjellnone, thot ai. Ti i bën telefon. Edhe i thu, jam vonë. Edhe gjoja e parë dhe vetme, edhe sikur të kishe çu adresën gabim, për të rregullu vonesën tate, se ti e ke acaru atë me shokët e vet, që të pret atje, ti ja ke shkatru nervat, i ke shkatru ditën. Në vend që të thush thjesht, edhe sikur të ketë pru ai adresën gabim edhe të ketë faja ai, të mos ja bisht përmenësh fare të adresën, po mndodhi trafik aty se ti e ke gjetë adresën tashti, po jam në rrugë mndodhi edhe ta falin ata. Por ti jo vetëm që i thu që unë jam vonë, po ja fut edhe sa krahu të shi me një plumë te i për te i thu, po ti o burri dheut më kishe çu adresën gabim me bon edhe budall të shi me shokëve të vetë. Gjoje me justifiku vetën e vonesës. Kjo nuk të bën ty më të mirë se justifikove duke e bota me faj. E njërove. E letja të ishe njës para koha, se po të takuje ti për shembull kryeministrin Meloni, apo Edi Ramën, apo Sali Berishën, ti s'do kishe hum rrugën, se do kishe gjetë 3 orë për para dhe kishe shku atje. Aha, se jep ka vlerë, pra thjesht që s'ke shku. Çfarëdo që t'jetë justifikimi, tregon që ti e ke nënvlerësu atë. Si ke dhënë vlerë, se ke çak kokën. Nuk e nis 2 orë për para, nuk e ke shikuar se do ta shikoje ndryshe ti. Po qasë të shkoje me taku Sali Berishën, apo njëri shumë të rëndësishëm, apo Edi Ramën, apo Erdoganin ko, pra një. E dyta, mirë që si ke thonë në rëndësi, po ti e qive nonën e ti i the edhe, po ti e burri dheut më kishe çu adresën gabim. Ti kujtove se e letësove da? Kujtove se a i do thot, sa mjë s'pas e gabim, se unë jam budalli, unë jam rrota, unë jam idioti, unë e kam çu gabim. Prandaj duhet keni shumë kujdes. Në radhë parë, fjalët e mdhoja, largohen e tyre, flisni thjesht, si popull i thjesht. Me fjalët e bukura ato që të ka fol nona e baba, pa si thonë, pretendime, edhe e dyta, jeni të sinqert me veten. Gjithmonë boni humble, fajnë hidh një vetës, mos justifikoni veten, duke bo tjetrin fajtor, edhe të prisi pastaj që tjetri të majti shokët mirë të pasë e doj me shpirt. A i të ftoj ty për drejk, a i të respektoj, ti nuk i shkove, mirë që nuk i shkove, po ja shive nona dhe i theme se da, po ty e burri dhe dhe kisha pas fajnë, se u kisha arë që kur.
Sa mi gjoka, ju përshnet.